Më 1 tetor 1963, në familjen Skënderaj në Vlorë, do të vinte në jetë një djalë, emrin e të cilit 2 prindrit, Violeta dhe Skënderi, e kishin menduar që herët. Ishte si një thirrje kuptim plot e historisë dhe përpjekjeve patriotike të 2 familjeve nga rrithte. Donin ta quanin Kosovë, por në zyrën e gjendjes civile nuk pranuan t'ja vendosnin atë emër. Kështu e quajtën Mallëngjim, sërish në kujtim të Kosovës martire dhe shpresave të projektuara për të ardhmen e saj. Ai sot mban të 2 emrat, Mallëngjim Kosovë Skënderaj, dhe në këtë episod të dosjes K do të zbuloj shumë prej historisë të 2 familjeve prej nga rrjedh, të gjyshit nga mamaja, Ago Agaj, i cili e shkriu jetën e tij për Kosovën dhe çështjen kombëtare dhe e vajtoi po ashtu Shqipërinë në komunizëm, dhe të gjyshit nga babai, Shoqëri Skënderaj, një vlonjat përparimtar që vuajti shumë burgjeve të diktaturës. Mallëngjimin e njohin sot më shumë përmes shkurtimit Sovi, që rrjedh nga emri që e ëndërruan prindrit e tij Kosovë. Madje, në dosjet e sigurimit të shtetit, ai ka zbuluar së fundmi që atë shkurtim ja kishin theksuar në emër që në kohën e diktaturës. Kam qenë në një midis dy gjendjeve të familjes sime. E para nga im gjysh Ago Agaj, i cili në intervistën e fundit që para se të ndronte jetë në 24 dhjetor të vitit 1994 në Florida, në Amerikë, ishte marrë në intervistë nga gazeta Illyria dhe titulli i shkrimit ishte "Po vdes pa e parë të lirë Kosovën". Ndërkohë në luftën e Kosovës në 98-99, normalisht komunikoj me timat të ndjerin dhe ishte një moment me fjalë pothuajse goxha optimal për të trajtuar disa elemente dhe të asaj historie. Dhe u përshëndetëm atë natë dhe i thash po vi pak më vonë që të ulemi bashkë dhe të shkëmbejmë një bisedë. Më thotë, mos ki merak se nuk vdes pa shkuar në Kosovë. Jam brymosur dhe jam ngjizur me kripën e patriotizmit dhe atë dashurisë. Edhe më mëdhe. Në bisedë sipër që bëja me prindit e mi, të ndjerën e nën time, dhe të ndjerën babain tim, ishte diskutimi i emrit. Po, unë kam emrin Mallëngjim Skënderaj, por është një emër i cili është vendosur nga të 2 prindit e mi, për shkak të këtij motivi, me fjalë të pjesës me fjalë. Duke qenë se në Shqip trajtohet me fjalë Mallëngjim do të thotë gëzim e lot, për te i gëzimit, për atë që ti ndëron dhe pret që të realizohet. Pra çështja kombëtare. Dëshira dhe babait dhe nëse ka qenë që të na vendosin emrin Kosovë. Regjimi nuk e pranonte dhe për shkak të këtij motivi vendosën me fjalë sinonimin në kuptimin e konceptin e gëzimit me lot, Mallëngjim, por që pjesa ime e familjes, misia, shoqëria, kanë folur Kosovë dhe shkurtimisht Sovi. U çudita kur u njëjta me dosjen e persekucionit, u vendos në dispozicion nga autoriteti i dosjeve, dhe pash edhe atje që ishte kjo pjesë, dhe kur kishin shkruar emrin tim, kishin shkruar të emrin Kosovë dhe pastaj kishin forcuar gërmat Sovi, pra që më flasin shkurtimisht. Kjo është historia me fjalë, sa do me thënë se dhe që mua më ka përshuar goxha. Karakteri. Ago Agaj, një patriot i kulluar, do të udhëtonte në 3 kontinente.
do të hulumtonte e do të përjetonte eksperienca të pazakonta jetësore. Do të jetonte afro gjysmën e jetës me dhimbjen e familjes së mbetur nën robërinë komuniste në Shqipëri dhe gjithë energjinë e tij intelektuale do ta vinte në shërbim të Radheut dhe kryesisht të Kosovës. Ajo pjesë e Shqipërisë së ëndrave të tij ishte dhe mbeti derisa mbylli syt preokupimi i tij më i madh, sepse ai e dinte se Kosova ishte dhe është çelësi i jetës së kombit dhe siç thoshte ai vet, pa Kosovë nuk ka Shqipëri. Im gjysh nane më mas Agoshero Eminaga që quhesh ndryshe. Pjesëtari i pavarësisë post të gjyshi Shero Eminaga ishte komandanti i ushtrisë që mbronte qeverin e parë të Ismail Qemalit, Ismail Bej Vlorës, po ashtu ka qenë që ajaj i kësaj familje dhe im gjysh pasi mbaroi në Vjenë universitetin për inxhinieri agrare, u rikthye në Shqipëri dhe ka qenë dhe pjesëmarrës në Kongresin e Lushnjës dhe më pas kanë bërë drejtimin e luftës së Vlorës. Bashkë me gjithë shpurrën e patriotëve dhe nacionalistëve vlonjat dhe për teja saj. Bashkë me grupin e një intelektuale të Shqipërisë, që ishin me zë se kishin mbaruar gjithë në universitetet jashtëtit, në universitetet më të mira, si Vjenë, Paris, Rom, me kudo, kanë zhvilluar shkollat e mesme në gjithë Shqipërinë etnike dhe aq më tepër pasaj dhe u vendos drejtori i shkollës bujësore në Lushnjë. Dhe më pas u vendos ministri i bujqësisë, ekonomisë dhe financave në Shqipëri dhe pati fatin e keq pasi u largua nga Shqipëria dhe për motivet me fjalë e përplasjes me pjesën tjetër të diktaturës dhe la 5 vajza edhe të shoqen. Mama ime ka qenë vajza e dytë, Violeta Skënderaj. Sovi thot se nga ky moment i arratisjes së gjyshit Ago, jeta për familjen e tij të mbetur në Tiranë do të kishte rrjedhë të ngjashme me shumë prej familjeve të arratisurve politik të regjimit komunist, mes internimeve dhe persekutimit të vazhdueshëm. Ndërkohë, Ago do ta vuloste dhimbjen për familjen në emigrim dhe do t'i shkrinte gjithë energjitë e jetës për çështjen kombëtare. U arratis shkoi në Itali dhe pas Italisë shkoi në Egjipt. Atje, në fjalë me gjithë pjesën që kishin shkuar me një pjesë e mirë të arratisurve të Shqipëria. Dhe ndërkohë, ka qenë viti 1954 dhe jetori 54, ku ta kanë qenë një delegacion për 21 personash, dhe kanë shkuar në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe kanë kërkuar me fjalë që Shqipëria të jetë pjesëtare e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Dhe i drejtohen dhe i thonë që po mirë, si vini ju, thot, kur atje janë kundërshtarët tuaj. Dhe im gjyshi ka thënë, shko, Shqipëria është e shqiptarëve. Sot janë ata, nëse janë të tjerët, me fjalë, vinë momenti që do ndryshohen të gjitha pjesët e struktura. Në një moment saktuar, dhe u pranua. Mash ka sëshi nga gazeta Iliria. Dhe aty ku thot, po vdes partë të lirë Kosovën, thot që kush do të bashkojë Shqipërinë me Kosovën, do të jetë buri më i mirë historikisht të tëra kohërave, buri më i madh i tëra kohërave më fjalë në Shqipëri, si shqiptar. Kur them Kosova, them Shqipëria. Dhe në një moment të dytë, e pyet që si ke pasur marrëdhëniet me regjimin këtu. Thot, tërgoni shpesher njerëz që na survejonin, por që erdhi një moment i saktuar dhe më kërkuan që të më vendosin në një pozitë shumë të rëndësishme në Shqipëri. Po, ata e dinin shumë mirë që unë e njihja mirë çështjen, edhe për shkak edhe të
ka bërë librin Miloshi Heroi i Kosovës për luftën e 1389 fushë Kosovës. Ka disa ulumtime, pastaj është edhe një letër këmbim me një pjesë të inteligjencës shqiptare në atë periudhë, pra të intelektualëve të shquar, letër këmbime, dhe thot me një kushtot që do të vi. Por duhet të më shprehni për Kosovën. Kosova me kush që Kosova të jetë në krahun tonë. Që ato dita u larguan dhe nuk erdhën më. Pra, nuk e doni Kosovën në pjesën e tyre. Në Vlorën e 1945-s, një tregtar i pasur i qytetit do të vihej në shënjestrën e regjimit të sapo instaluar komunist. Ai ishte Shoqëri Skënderaj, gjyshi i Sovit nga babai. Rrithte po ashtu nga një familje patriotike, ku një prej të parëve të tij, Hasan Sulo Skënderaj, i njohur ndryshe si Sulo Kanina, ishte martirizuar për gjuhën shqipe. Gjyshi nga Vlora i ndjeri Shoqëri Skënderaj, pikërisht duke pasur se ka pasur goxha biznese në Vlorë, dhe dyqan kripe, vajguri, bilezet, guri Çakmakut, që ka qenë dikur që ndisesh Çakmaku, ka qenë monopol shteti, kishim ne drejtën ekskluzive që e fusnin. Po ashtu kishim dhe lëkurat, ka qenë edhe një manifaturë e gomës së peshkut që besh këpuca. Shtëpitë në Karabash ishin 2 palë shtëpi, njëra nga shtëpitë të dyja ishin 2 kace, njëra ishte katën e parë ka qenë bibliotekë, në katën e dytë ka qenë pritja. Kurse nga mbrapa ka qenë një 2 kace tjetër, e cila ishte në katën e parë ishte gatimi që bëheshin, pra arsye se ishin familje të mëdha, dhe në katën e dytë ishin fjetinat. Dhe ishte edhe pjesa e Baçës me udhënjë. Dhe kryesisht kemi pasur edhe nga Kalaj Kanish deri te liçeni Qishbar, që sheri ishte këto, kanë qenë pjesë në kuptimin të cilat kanë qenë të kësaj familje. Pikërisht për shkak të pronave të tij dhe kushteve të ashpra që diktoi regjimi i ri mbi pronën, ai kthehet në kundërshtar të diktaturës. Gjyshi është arrestuar në 48. Dhe gjyshin e futën 8 vjet në burg, se nuk i jepte pronat e tij. Pra, dhe 4 vjet i ka bërë në Burrel dhe 4 i ka bërë në sajën e Kinetës Maliqit. Kur ka dalë nga burgu, e vendosën, si them unë ty, që të jetonte si me qira përballë pronave të tij. Dhe nuk e përballoi dot atë moment. Dhe ju çfaq azotëmin vesh kanë, për moshën e 61 vjeç kanë ndëruar jetë. Sovi tregon se edhe babai i tij Skënderi do ta kishte po ashtu një rrjedh jete që ja diktonin këto rrethana, por deri në vitin 1948, para se të vendoste të harratisej, jeta e tij do të ndahej mes Vlorës dhe Shkodrës, një qytet ku do të kalonte disa vite të jetës së tij në shtëpinë e dajave. Gjatë luftës do të ishte i angazhuar fillimisht me çetën plak të Vlorës, më pas me brigadën e 5. Fal një rrethane njohje të gjyshes së tij, me Hysni Kapon dhe Rahman Përllakun, ai do të kishte mbështetjen e tyre gjatë viteve të luftës, por deri në një pikë pasi ai nuk mund të përqafonte ideologjinë e tyre dhe nuk mundej po ashtu të binte dakord se si po e trajtonin komunistët në fund të luftës çështjen e Kosovës. I madh duke qenë se fillimet e tij ka pasur me çetën plak të Vlorës. Dhe më pas, bashkë me disa njerëz të tij dhe këshurinjtë e tij, në periudhën e pushtimit, me fjalë, tek shtëpia e së gjyshes, shkojnë dhe mshihen në shtëpi 2 personazhe shumë të rëndësishëm në lidhje me kohën e luftës. Ishte Hysni Kapo, ka qenë dhe ky generali Përllaku. Kjo e bëri në lidhje më të afërt edhe me Rahmanin Timat edhe me Hysni Kapon. Dhe ndërkohë bëhet partizan me fjalë me brigadën e 5 dhe 12 sulmuese. Gjatë asaj kohe kishte përplasjet e tij në kuptimin intelektuale dhe mënyrën se si duhet trajtuar lufta. Pse lufta nuk është u bë për shërimin e vendit, nuk u bë për një ideologji të caktuar apo për një ideologji tjetër.
Dhe pati fërkimet e tij të shpërtera. Dhe u largua pastaj nga Vlora dhe shkoi në Shkodër tek njerëzit e tij. Dhe aty filloi me fjalë ai Vargani tjetër që u largua, që shkoi në pjesën e Marit të Zi, pra Podgoricë. Ishte viti 1948, kufit me Jugosllavin ishin ende të hapura. Nga Shkodra, ku jetonte prej disa kohësh, Skënderi vendos të arratiset e të kalojë në Kosovë, në Pej, ku vendos të vijojë studimet për filozofi, por nuk do të zgjaste shumë, se në vitin 1950 do të burgosej për shkak të ndjenjave dhe angazhimeve të tij atdhetare atje. Ka qenë me fjalë shok i ngushtë dhe me fjalë edhe shok vërtet ideali me të nderin profesorin Erullah Gorani, kryetarën e Sindicatit Pavaror të Kosovës. I ndjeri profesor vazhdonte për financat, kurse i mat për filozofi. Aty kryuan grupin e studentëve, në 108 studentë. Dhe i mat ishte kryetari i Komitetit Legal të Studentëve, kurse Erullah i ndjeri ishte nënkryetar. Dhe pasi bën gjitha të aktivitet në lidhje për të ndezur çështjen shqiptare, ranë në arestimin si grup nga serbët dhe i kanë futur në përburgje. Dhe aty tash i filloi përsëri torturat e tjera në lidhje me këtë organizim. Në burg ishte edhe një mjek që ishte e njifte mi greqishten, dhe nga ai mësoi dhe greqishten i mat. Italisht e kishte me shkrim e këndim, se ishte si gjuhë e dytë në familje, ja? Serbo-kroatishten e mësoi në Shkodër. Pasi dhe në Shkodër shkollur goxha ajo gjuha serbo-kroatishte, dhe metodat e para të italishte, si unë i kam trajtuar me timat, kanë qenë metoda të gjuhës italiane të franceskanëve. Biles ishin të shtypura me makinë shkrimi. Edhe ajo koha e paskajores, me punue, me ndërtue. Sovi tregon se shumë vite pas burgimit të teatrit në Nish, ka mësuar prej shokëve të babait një ngjarje të rrallë që kishte ndodhur në atë burg ku protagonist ishte babai i tij. Në 28 nëntor të vitit 1952, ku i mat bashkë me shokët e tij ishin në kampin e përqendrimit të Nishit në Mitrovic, vendosën të festonin pavarësinë e Shqipërisë. Fest. Dhe ka marrë bezën e bardhë, ka prerë damarët, e ka ngjyrë me gjakun e tij, ka marrë një kongjill, ka bërë zhgabën dhe me një fill që kanë ngritur flamurin dhe kanë festuar në 52, 28 nëntor të 52 i kanë festuar pavarësinë e Shqipërisë. Aty pastaj janë masakruar, nuk diskutohet, ju shtuan si vepra penale, ku diun se çfarë, agitacionet, problematikat, ju doni me fjalë Shqipërinë etnike, me fjalë të këtij karakteri ishin të gjitha në përgjithësi thirrjet dhe i marr pastaj në bangun e të akuzuarve, nga që ishte torturuar, ishte tërë gjak, më fal, merrte gjakun këtej, edhe e vendose në mur. Pra shiko çfarë na keni bërë. Dhe gjyqi ishte gati ndërkombëtar. Pra 4 orë dhe 40 faqe i ka shkruar vetëm atë në mbrojtjen e tij në këtë gjyq. Dhe përfundimisht u dënua me vdekje, e ka jetë të dytë. Pastaj e dënuan 15 vjet, pas 15 vjet, 8 vjet e gjysmë përfundimisht, mbaroi ato dhe e kthye në Shqipëri. Këtu filloi pastaj përsëri kalvari i persekucionit. Ishte fundi i viteve 50. Pas lirimit nga burgu i Nishit, Skënderi ishte kthyer në Shqipëri, edhe pse e dinte shumë mirë se si po rrithte jeta në diktaturë në Shqipëri. Në Vlorë, po ashtu edhe i ati sapo ishte liruar nga burgjet komuniste, por jeta nuk do të ishte masi më parë. Gjithçka kishte ndorruar rrjedh. Për patriotët si ai, regjimi kishte gjithmonë një skenar gati, me survejim e persekutim të pandërprerë. Në ato rrethana të reja do të njihej e do të martohej me Violetën, vajzën e dytë të Ago Agajt, e cila pas arratisjes së teatrit me nënën dhe fëmijët e tjerë do të kalonin vite shumë të vështira në Shqipërinë komuniste. Nga kujtimet e së ëmës, Sovi e ka të plotësuar edhe këtë pjesë të historikut të prindërve. Pas arratisjes së Agos,
familja e mbetur në Shqipëri, bashkëshortja me 5 vajzat, do t'i largonin nga shtëpia e tyre në Tiranë dhe do t'i internonin. Në atë kohë, nëna e Sovit, Violeta, ishte vetëm 11 vjeç. Jetonin në Tiranë dhe më pas, rreth moshës 11 vjeçe, u internuan në një nga fshatrat e Mavrovës, Ysover të Mavrovës. Në 45-ën, që bëhet regjistrimi i popullsisë, pra ne e lidh me Lushnjën, pra nëna ka lindur në Lushnjë, por ndërkohë ja kishin vendosur në regjistrim, pra në certifikatat familjare të periudhës, edhe në ato letër njoftim që quheshin, lindja Ysover, pra edhe vendlindjen ta denatyrojnë jo më të tjera. Filloi kalvari për 10 vjetësh të internimit të nënës dhe më pas u rikthye në Vlorë dhe jetonin te lagja Lirim. Ndërkohë Imat ishte kthyer nga Aratisja, u njohit me nënën time, u fejuan, u martuan, dhe në 59-ën që lindi motra e madhe. Pastaj në 6 jetën thash 10 orë motra tjetër dhe unë në 1 vjet i 63.